për asnjë konsultim për një çështje kritikisht procedurale. Ajo që ai mund të bëjë në këtë fazë është ose të thërasë dhe njëherë të formohet komisioni dhe partitë politike t'i dërgojnë anëtarët e komisionit për verifikimin e mandateve deputetëve, apo ta rishqyrtoj, apo të themi ta riqes në votim, apo në rivotim raportin e djeshëm, por jo të ftojnë në konsultim të tij. Andaj edhe përfaqësuesit nga Lidha Demokratike e Kosovës tani shkuan në këtë takim të thirrur, pra jo procedural dhe jo të rregullt, që ta adresojnë pikërisht këtë çështje. Përfaqësuesit e LDK-s do të jenë në atë takim që të konfirmojmë edhe një herë që kryesuesi i seancës konstituive nuk e ka mandatin të ftoj partitë politike për ndonjë konsultim në këtë fazë. Tani po besoj që do të kuptoni edhe nga ata kur do të dalin se çfarë ka ndodhur në atë takim, por qëndrimi i LDK-s është i qartë. Ne nuk mund ta tejkalojmë domosdoshmërinë kushtetuese dhe ligjore të kërkesës për një dorëheqje para betimit. Konsistenca lidhur me këtë qëndrim ka qenë edhe nga anëtarët e LDK-s, të cilët në kohën kur kanë qenë pjesë e një qeverie në detyrë, nuk i kanë dhënë fare betimet derisa nuk i kanë dorëzuar mandatet e tyre. Rrjedhimisht qëndrimi ynë sot nuk ndryshon, por duam të potencojmë prapë që personat të cilët po dërgohen nga qeveria në detyrë tanishme të kryejnë punën e tyre edhe si kryesues të kuvendit, dukshëm që nuk i kanë të qarta as pozicionimet e tyre, të cilat vijnë nga rregulloria e punës së kuvendit të Republikës Kosovës. Pra, e vetmja gjë e pa precedent mbetet mënyra se si këta vazhdojnë të sillen me rregullorën e kuvendit, me ligjet dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës. Ju falenderoj. Ndërsa po zhvillohet pra takimi, pati një paraqitje nga deputetja e LDK-s Dorsa Kica, tash një thonë se është edhe deputetja tjetër Hykmete Bajrami, ta dëgjojmë. Partive politike për çfarë do konsulte. Domethënë thjesht është një raport, ai është si kryesues i seancës konstituive dhe janë çështje krejt procedurale. Do thotë këtë ne e tham që ai nuk ka një mandat të tillë të zhvillojë konsultat e tilla dhe dolem prej takimit. Faleminderit. Përshëndetje, ne e përsëritim nga kryesuesi u kërkuar që të formohet ndoshta edhe një komision tjetër ad hoc, gjë që e kundërshtuam për shkak se ka qenë një komision ad hoc. Komisioni ad hoc e ka kryer punën e tij dhe me shumicë votash është votuar sjellja raporti i këtij komisionit ad hoc është sjell në Kuvendin e Kosovës, sot është me vazhdu aty ku kemi ngel. Hudhet në votim raporti i komisionit për verifikimin e mandateve. Ka që kanë të drejtë, ka që dashë me u bo dhe jo tash thirrën konsulta, kërkohet që prapë formohet në një komision i ri, qëndrimit i kemi të njëjtë, kjo qeveri ka bo shkelje, po vazhdon me shkel kushtetutin ligjin e Kosovës, o dashë jo me informat, po depunimi i dorëheqjes së kryeministit të kabinetit qeveritar në mënyrë që o t'jen deputet, o t'jen kryeministër dhe ministra. Faleminderit. Raporti ka kaluar në komision ad hoc. Me shumicë votash është proceduar në kuvend. Seanca është ndërprer në Kuvendin e Kosovës, aty duhet vazhdohet. Faleminderit. Do të shohim. Jem rikthyer sërish në studio dhe pa pra deklarimet e përfaqësuesve të partive politike pra që ishin opozit në legjislaturën e kaluar që i thanë se nuk ka mandat pra që kryesuesi anëdarit të ftoj konsulta të tjera, të kërkuan që vetëm të hidhet sërish në votim ai raporti për të cilin u votua kundër në mbledhjen e kaluar. Do ta rikthejmë sërish lidhjen te kolega Marigona Ibrahimi, e cila pra ishte duke komentuar zhvillimet që po ndodhen aty brenda sallës plenare dhe tashmë po shohim se disa prej deputetëve se kanë filluar të kthehen aty. Marigona.
Po fitim, pra po e vazhdoj aty ku e lash që kryesuesi i seancës i ftoi për konsultim përfaqësuesit e partive politike ose edhe përfaqësuesit që i përfaqësuan partitë në komisionen për verifikimin e mandateve të deputetëve, mirë po opozita refuzoi të shkojë në këtë takim. Tash këtu po i shohim që janë përfaqësuesit e partive politike këtu, edhe po e shohim edhe deputetin Zemaj, i cili nuk ka shkuar në këtë takim konsultativ, mirë po nga partia fituese e zgjedhjeve nga lëvizja vetëvendosje kemi parë se menjëherë pasi dolin nga salla zoti Dehari, kanë dalë edhe ata në mënyrë që të shkojnë në këtë mbledhje që u ftua nga ai, kanë dalë gjithashtu edhe disa nga përfaqësuesit e komuniteteve, mirë po partitë opozitare kanë refuzuar, ashtu edhe siç u deklaruan pak më parë deputetët e këtyre partive politike, të cilat thanë se nuk ka mandat që zoti Dehari të ftojë një takim të tillë, në fakt një takim të tillë procedural. Mirë po, kujtojmë që zoti Dehari tha se po e bën këtë në mënyrë që të shmanget ndonjë shkelje eventuale procedurale, ligjore apo kushtetuese, dhe tha se ky ishte qëllimi i vetëm i këtij takimi me kryetarët ose me përfaqësuesit e partive politike.